Arsye pse jemi mbledhur dhe kemi ardhur janë këta burrat këtu. Njëri prej tyre je ti. Po. Atëherë, fillojmë nga e majta në të djathtë, janë Vasil Naçi, Etem Ramadani, Sheki Husseini dhe Zamir Mane. Cili nga këta burra këtu është më i çmendur për paran? Well, njoh dy që nuk janë. Ata dy lart. Kush në Emi dhe Sheki nuk është se janë shumë të çmendur për paran. Po janë të pasur. Të pasur janë të gjithë edhe por paraja, siç edhe ti e përmende në këtë formën e çmendurisë, nuk është qëllimi i kësaj mbledhje që ne po bëjmë. Përkundrazi, është diçka më e madhe se kaq. Ju të tre domethënë jeni të çmendur për para. Ti kryesori, apo jo? Shiko, padyshim që kjo biseda jote do intregoj edhe do na fusesh në përsa kurthe që unë ndonjëherë do bëj sikur nuk dal dot. Je ti organizatori dhe do bëni një trajnim special në datën 15 dhe 16 nëntor. Po, është një trajnim jo normal, është për njerëz jo normal. Domethënë është komplet anormal për njerëz komplet anormal. Si ta kuptojnë këtë? Se më intrigon kjo, se do vi dhe unë. Me qënë se patjetër që do vish. Ma bërë edhe ftesën je shumë e mirëpritur. Personalisht. Po, kur them anormal, them sepse unë vetë nuk e konsideroj veten si njeri normal. Pra, gjithmonë kam qenë anormal. Anormal në kuptimin e mirë. Sepse ke 101 dhunti. Nga humori deri tek operistika. Po, e konsideroj veten special. Dhe kështu dua që njerëzit të identifikohen për paktën për aq kohë sa janë aty si diçka speciale. Edhe duke nisur edhe nga fakti që këto trajnime janë komplet jo të zakonshme, për shembull ai fillon në orën 9 të mëngjesit, edhe mund të mbarojë në 9 të darkës dhe përsëri edhe ditën tjetër, pra që mund të shkojë rreth 24 orë në 2 ditë. Është një maraton që njerëzit vinë aty, trajnohen, kërcejnë, bërtasin, qeshin pafund, qajnë, bëjnë ushtrime me njëri tjetrin, përjetojnë disa momente që ndoshta nuk i kanë përjetuar kurrë. Ç'a kemi në shpirt ne? Makthet na i heq dot apo? Njerëzit presin, shiko, unë nuk jam as magjistar, as fallçor, ose nga këto psikologi laureuar me klinik, me licencë etj. Ajo që unë le themi predikoj është energji. Është një formë energjie shumë e mirë, kjo quhet psikologji moderne.